Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me sot buke që zhduk rrudhat brenda ditës, ja si ta përgatisni. Shumica e grave marrin trajtime të veçanta të fytyrës për të luftuar procesin e plakjes. Ka produkte të ndryshme në treg të cilat të luftojnë pamjen e puçrave të fytyrës, pikave të errta, rrathëve të errët të syve dhe rrudhave, por shumica prej tyre janë njëkohësisht të shtrenjta dhe humbasin efektivitetin e tyre në një kohë shumë të shkurtër. Mirë, po gjithmonë duhet të keni parasysh se ekzistojnë receta natyrale të cilat do t'ju vinë në ndihmë me efektin e tyre të jashtëzakonshëm për shëndetin. Ky trajtim antiinflamator i fuqishëm, antioksidues dhe një agent antibiotik i cili ka një gamë të gjerë të përfitimeve shëndetësore. Përbërësit që juve do t'ju duhen për përgatitjen e kësaj recete janë uthull molle, sodë buke, gjysma e gotës ujë dhe gjysma e limonit. Sigurisht, ju duhet edhe mjalt. Merreni ujin, shtrydheni limonin dhe më pas vendoseni të gjithë përbërësit që përmendëm. Përzieni mirë derisa ju të keni një përzierje homogjene. Aplikojeni ato më pas në fytyrën tuaj dhe e lini të qëndrojë brenda natës në mënyrë që të plotësojë të gjithë efektin e saj. Përsëriteni procedurën çdo natë para se të shkoni në gjumë për një muaj. Për të gjitha femrat, shqetësimi kryesor që ato kanë është pamja fizike dhe sidomos fytyra, rrudhat. Sapo femrat shohin një gjë të tillë në fytyrë, gjëja e parë që ato bëjnë është përdorimi i kremrave të shtrenjtë të cilët janë të tejngopur me kimikate tepër të rrezikshme që në të vërtetë bëjnë më shumë dëm se sa dobi. Por në fakt ekziston një recetë e cila do t'i vijë në ndihmë çdo personi. Është një mrekulli e vërtetë e cila do të heqë rrudhat dhe do ta bëjë lëkurën tuaj më të butë, me shkëlqim dhe pothuajse menjëherë të shëndetshme. Kjo recetë sekrete përmban vetëm 4 përbërës dhe efekti shihet brenda një jave. Ky krem i cili përgatitet në kushte shtëpiake nuk shkakton efekte anësore dhe nuk kushton. Ai ngadalson procesin e plakjes dhe hidraton lëkurën tuaj. Përveç kësaj, është natyral dhe i sigurt. Përbërësit që do t'ju duhen janë një lugë gjelle vaj bajameje ose vaj ulliri dhe 2 lugë vaj kokosi dhe një lugë çaj mjalt dhe e verdha e një veze. Përgatitja: shkrini vaj në kokosi dhe pastaj shtojeni përbërësit e tjerë mbi të. Përzieni mirë të gjithë dhe lëreni me një anë për 5 minuta. Përdorimi: lani fytyrën mirë dhe thani me peshqir, më pas aplikoni kremin në fytyrë duke e masazhuar atë lehtësisht. Lëreni për rreth gjysmë ore në fytyrë dhe pastaj hiqeni me pambuk ose me peshqir të lagur. Efekti që do të keni do t'ju lërë pa fjalë. Rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohë kryesisht tek zona e syve, e gojës dhe e qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por njëkohësisht edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe njëkohësisht duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video, ju do të mësoni disa prej recetave më të mira kundër rrudhave. Vaji i arrës së kokosit. Me këtë vaj mundet që të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje.
Vaj i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe gjithashtu zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E ju mundet që t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe sigurisht duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini atë me ujë të vakët. Këtë maskë duhet që ta bëni të paktën 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan gjithashtu ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj shkëlqimin rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë. Prisni sa të thahet dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë të paktën 2 herë në javë. E bardha e vezës. Tendos lëkurën dhe gjithashtu i zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados mundet që ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë deri në 2 herë në javë. Avokado zbut rrudhat dhe i jep lëkurës tuaj shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Aloe vera. Përzieni një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për plot gjysmë ore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Xheli i aloe verës është një burim i pasur me vitaminë E dhe bashkëpunon shumë mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzieni sasi të barabarta të mjaltit dhe lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për 10 minuta. Lëngu i limonit përmban gjithashtu vitaminë C dhe nxit formimin e kolagjenit. Soda e bukës. Përzieni një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkojeni lëkurën me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojeni si maskë dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta. Soda e bukës heq qelizat e vdekura dhe përmirëson gjithashtu edhe qarkullimin e gjakut. Kur jemi në moshën 25 vjeç, nuk shqetësohemi fare për rrudhat, por jemi vetëm në kërkim të recetave të bukurisë, për lëkurë të pastër apo me shkëlqim. Por në momentin që na dalin rrudhat e para, fillojmë të alarmohemi. Ndaj me këtë recetë, ju jo vetëm mund të parandaloni, por edhe mund të kuroni rrudhat. Përbërësit janë 2 lugë sheqer, 1 lugë aloe vera dhe 1 lugë mjalt. Të tre këta përbërës kanë fuqi luftuese ndaj rrudhave, por kryesori është sheqeri, i cili është një aleat i bukurisë femërore. Përgatitja e kësaj recete është shumë e thjeshtë. Mjafton t'i përzieni këta përbërës dhe në momentin që do t'ju formohet një masë homogjene, vendoseni në fytyrë dhe përhapeni mirë. Pasi e keni aplikuar, siguroni që ta mbani për 10 deri në 15 minuta dhe në fund vjen larja me solucionin tuaj të përditshëm, ndërsa shpëlarjen e fundit bëheni me ujë të ftohtë ose të vakët. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!